Mirë se vini në këtë episod të Business Plus, ku sot do të ndalemi tek turizmi. Do të flasim për ecurinë e deri tanishme të sektorit, për pritshmërinë në muajt në vijim, por edhe në lidhje me masat që mund të merren për të pasur një qëndrueshmëri më afatgjatë të sektorit. Ftuari im i ditës së sotme është zoti Elvis Kotheria, i cili është drejtor ose kreu i komitetit të mikpritjes dhe turizmit në Dhomën Amerikane të Tregtisë. Faleminderit. Faleminderit Ila për ftesën. Doja që t'ju pyesja pak për qëndrueshmërinë ose për këto muajt e parë në fakt të turizmit. Shqipëria deri në vitet 2019, edhe post pandemisë, pra 2023-2024, ka pasur një ecuri shumë të mirë të turizmit. Ndërkohë që këto muajt e parë të 2025 duken pak si të paqarta. Si e vlerësoni ju ecurinë e këtyre muajve? Po, e vërtetë dhe ne e kemi ndjerë. Kam përshtypjen që është efekti i çmimeve. Çmimet në Shqipëri nuk janë më, pra ne nuk konsiderojmë më një vend që është i lirë. Ai kurioziteti dhe të për vizituar Shqipërinë dhe tjetra ka rënë, si më thonë, dhe tjetra që është e rëndësishme është që shumë le të themi industria jonë vazhdon të bëhet akoma më shumë transparente. Dhe duke pasur parasysh që një klient mund të zgjedhë sot shumë lehtë me buxhetin që ka, ndoshta gjen diku tjetër më mirë se në Shqipëri, mund të jetë Malezi, mund të jetë Kroacia, mund të jetë Greqia, Spanja, sepse praktikisht ato hotelier ose ato, si më thënë, drejtues biznesesh andaj e kanë shumë më të qartë dhe dinë shumë më mirë, kanë më shumë eksperiencë se sa në Shqipëri në lidhje me le të themi mënyrën se si le të themi janë bën atraktiv për ato klientë që vinë le të themi jashtë sezonit, ato që udhtojnë jashtë sezonit. Ky është efekti primar që ne nuk kemi kuptuar ende se si funksionon kjo industri. Dhe këto janë, si më thënë, janë pasojat të kësaj panjohurie që ne do ta kalojmë dhe vitin që vjen ndoshta do ta korrigjojmë. Nëse duam që të jemi në treg, ha? Bie në sy në fakt kjo zbehja e këtyre muajve të parë, pra flasim për marsin, ndoshta edhe prillin, në raport me vitin e kaluar, kur kishte një rritje dyshifrore dhe goxha të konsiderueshme, në disa raste edhe 50%, 30%, pra rritja me një vit më përpara. Kështu që ju mendoni që është deri diku një pjesë e ndikimit të çmimeve? Çmimet dhe vjet është abuzuar me çmimet. Disa tregje, për shembull spanjollët, ta them hapta sepse ne shikojmë statistikat, tregu spanjoll, tregu gjerman për shembull këtë vit numrat lënë shumë për dëshiruar, dhe vjet u abuzu me çmimet dhe praktikisht janë tregje që këto është ai word of mouth ose le të themi fjala ai marketingu që shpërndahet njëri pas tjetrit, me shok që kur kthehen japin ato opinione dhe kjo e pengon pak a shumë le të themi atë fluksin e madh. Pra ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm kur dalim shesim, duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe ne mendojmë, ne themi që se ka shumë turistë në botë dhe po sa erdhi njëri do vi tjetër, po nuk është kështu turizmi. Pra është shumë sensitive kjo pjesë dhe duhet të ndryshojmë mentalitet. Pra duhet jemi më të kujdesshëm me çmimet, me qasjen që kemi në turistëve, me transparencën ndoshta. Jo, transparencën e kemi ne, se për sa kohë vendosim çmimin në Booking ose çmimet që vendosim në allotment dhe tjerë me radhë ku ka kanale shitje online, ne jemi të ekspozuar. Por ka i diçka, për shembull Greku, Greqia për shembull punon komplet ndryshe sepse ky është ndryshimi midis nesh dhe atyre. Ne themi në Shqipëri fatkeqësisht dhe fatmirësisht ne drejtohemi akoma nga shumë biznese drejtohen nga drejtues, le të themi që i marrin vendimet nga emocionale, pra nuk është vendosin, nuk është se studiojnë këtë. Po nuk marrin, si më thon, e kanë një lloj manie që të vendosin një çmim sepse duan edhe çmim të marrin. Por klienti nuk është i gatshëm ta paguajë çmim. Duhet të shohësh pak edhe shërbimin që ofron, pra ka. Po pra, nuk përputhen, pra ka një pranimi shumë, le të themi, shumë spontan, pra nuk është se kemi një analizë të mëparshme që të themi që është nuk është se bazohet mbi kosto, pra është thjesht momentale. Do dalim më tuti se kush është emra i Akilit, por do të diskutojmë më mbrapa këtë. Pra ideja është ne nuk kemi organizim. E kuptoj. Shqipëria në fakt është marketuar shumë, është promovuar në media ndërkombëtare për bukurinë natyrore, për mikpritjen, për një sër aspektesh, por mbi të gjitha është marketuar dhe si një destinacion goxha i lirë, pra për një vend që ka çmime ekonomike. A është e qëndrueshme që ti të marketohesh thjesht si një vend ekonomik dhe më pas kur turisti vjen këtu në fakt në disa raste mund mos të rezultojë as ekonomik. Ne nuk kemi marketuar si ekonomik. Ne jemi marketuar Shqipëria si një destinacion i ri. Kjo ka qenë para 2019-s. Ndodhi pandemia
u rihapëm, kostot u rritën, por e kishte marrë, se me thënë, ajo uria madhe e turistëve, ishte goxha interesante dhe na dha një hovë. Mirë po, ideja është që nuk është që zgjat shumë, është, si më thënë, do i krijoj efekte, ka edhe moshën e pjekurisë dhe pastaj do jetë shumë e shpejtë rënja. Dhe gjithë ne nuk e shfrytëzojmë siç duhet këtë gjë. Sepse ne filluam të apozojmë, ne menduam që do vinë prapë turistë, nëse nuk vjen Ertila, do vi dikush tjetër dhe besoj që jemi në kohë për ta kapur sërish këtë ritëm. Ne kemi në dorë çdo gjë, patjetër që është në dorë, po ne do të fillojmë të ndryshojmë mënyrën e bërit biznes. Hoteleria, turizmi është administrim biznes. Administrim biznes është që nga ai muzeu, tek hoteli, tek restoranti, tek çdo gjë që ka lidhje me shërbimet, le të themi, tek transporti, çdo gjë. Pra çdo gjë është administrim biznes. Dhe ne, nëse nuk vendosim analizat, dhe nuk vendosim financierët që t'japin opinionin e tyre, do ta kemi shumë vështirë. E njëjta gjë ndodh edhe me destinacionin Shqipëria, me institucionin që merren me promovimin e Shqipërisë. Siç ka nevojë biznesi, ka nevojë edhe destinacioni i Shqipërisë të ketë një orientim të qartë, të ketë një buxhet që ta ketë transparent, të ketë një, le të themi, një linjë të qartë, le të themi një strategji shumë të detajuar për 5 vitet e ardhshme ose 10 vitet e ardhshme, të cilat do na çojnë, nuk do na lënë në dorë të fatit se çfarë do na sjelli tregu, por të duhet të orientojnë se kush janë trendet dhe kush janë tregjet që ne do orientohemi dhe kush janë ato tregje që na interesojnë më shumë, duke pas parasysh që nga aksesi që ne kemi me një destinacion caktuar, pra duhet një analizë shumë e thellë, dhe ajo është që na bën neve, do ta bëjë ne më të qëndrueshëm në këtë aspekt. Ekspozimi më i gjerë turistik i Shqipërisë e bëri ato, domethënë, në sytë të gjithë të huajve, pra kemi grupe të ndryshme të huajve që po vinë vazhdimisht. Po merr parasysh, domethënë, këtu disa tregje, për shembull tregun izraelit që është rikthyer këtë vit, domethënë i organizuar, tregun amerikan. Kam parasysh para 3 vitesh, ndoshta edhe tregun nga këto vendet nga Emiratet, ata erdhën për një vit dhe më pas u larguan sepse nuk gjendin shërbimet që ju përshtateshin, ndoshta tek pushimi ose tek gjëra specifike. Nuk e di, tregje të ndryshme kanë preferenca të ndryshme dhe Shqipëria po pret tregje nga më të ndryshmet. Apo i përshtasim në fakt në shërbimet në varësi të asaj që mund të kërkojnë tregje të ndryshme, po edhe grup mosha të ndryshme, sepse të rinjt për shembull që na vizitojnë mund të duan të tjera lloje një tjetër lloj oferte pra. Unë kam përshtypjen që me ç'kuptoj dhe me ç'ndjej është që edhe me sa kuptoj është ne jemi në dorë të algoritmit të rrjeteve sociale. Çfarë na sjellin ato? Ne marrim. Kjo është ideja. Pra ne nuk është se udhëheqim, thjesht përshtatemi. Ne përshtatemi algoritmin. Momentalisht. Po, algoritmi ajo është që vendos. Ndërkohë që duhet të jetë kundërta. Që ne duhet ta orientojmë algoritmin në funksion të asaj që kemi nevojë për ta bërë të qëndrueshme. Ku duhet të shkojmë ndoshta sipas turistit që po na frekuenton, ndoshta cilat mund të jenë disa nga pikat ku ne duhet të Turisti më i mirë për ne është Italia, le të themi. Është rajoni, është Kosova, është rajoni këtu vetë që vjen, s'ka nevojë me ardhmë me avion, por të vi me, le të themi, ka akses me mjet, po. Ky është turisti më i mirë, ai që është më afër, që ka aksesin më të shpejtë, Tjetra që është e rëndësishme është që ka një shkëputje shumë të madhe. Rishtazi për shembull kemi 2 zhvillime shumë interesante. Ky i fundit është një pak ditësh doli në media, nuk e di nëse e keni parë, për një zhvillim që po bëhet te nga zona e aeroportit Vlorës, se le të themi aeroporti i Vlorës është një vizion. Pra nuk është për sot, është për mbas 10 vjetësh, 15 vitesh. Pra nuk është gjë që do japë rezultate tani. Është për kohë, për një o 2 dekada më tutje. Pra është goxha investim interesant. Është më afatgjat, domethënë edhe është në një zonë që është goxha e rëndësishme për pjesën turistike. Është nyje, le të themi. Përveç kësaj është një zhvillim i madh që po bëhet, një strukturë e madhe që po bëhet në Darzez me ç'ngjuam. Edhe aty ka një vizion që është shumë i rëndësishëm, që s'ka ndodhur më parë. Mirë, ky tjetër është strategjia e turizmit që nuk e di ku është tani sepse nuk kemi informacion, s'kam informacion. Pak në diskutuar në një moment. Po e di që është zhvilluar, është gati, thjesht pritet që gjërat zhvillohen. Ndoshta pas 10 do jetë më shumë kohë, do ketë më mjaftueshëm kohë për ta implementuar dhe për ta diskutuar. Pra janë këto 3 elementë që kanë lidhje me aksesin, që kanë lidhje me strategjinë, që kanë lidhje me akomodimin, që janë vizione afatgjata. Dhe praktikisht s'ka ndodhur më parë për shkak që kjo gjë ndodhte në këtë nivel, sepse vërtet janë punë të mira.
me që kam kuptuar, të paktën me që pam në aeroporti Vlorës, me që kam parë, ka një infrastrukturë fantastike. Asnjë aeroport tjetër, tani ne 3 aeroporte kemi gjithsesi, por ky është i treti, po. Mënyra se si është konceptuar dhe pozicioni gjeografik dhe infrastruktura për tyre dhe për dalë është shumë largpamse. Pra, ka qenë një kërkesë e hershme në fakt e tyre operatorëve, sepse është vështirë që ti të udhëtosh nga Tirana dhe të çosh turist aty, apo të presësh që ti marrësh nga Korfuzi. Ai do një aeroport game changer që do ta ndryshojë mënyrën se si udhtojnë, se si vinë huaj në Shqipëri. Tjetra strategjia që nga kompania që u përzgjodh, mënyra, le të themi, angazhimi gjithë stakeholderëve ose këtyre, le të themi, na kanë pyet biznese, kanë pra janë marrë gjithë palët e interesit për të marrë feedback. Janë përfshirë, deri operatorët tuaj që janë përfshirë në këtë, edhe ky është vizion në një farë mënyre. Tani nuk e dim pjesën e implementimin, por ka një problem të madh që duhet me patjetër edhe pjesa e Darzezës, aty ka një me fjalë nuk ka ndodhur më parë që të zhvillohet një le të themi një infrastrukturë e tillë, e cila ja ndryshon imazhin e Shqipërisë. Dhe këto janë 3 elementë që unë besoj që ky duhet të jetë formati. Ky është formati që po, sepse ne sot nëse do ecim në këtë formatin që kemi deri më sot, është e vështirë që ne të pozicionohemi në tregun ndërkombëtar. Do na hajnë shumë kollaj të tjerë sepse nuk e kemi të organizuar. Kam një përshtypje që ndoshta është çik më përpara, si më thënë, vizioni është shumë përpara dhe ajo pjesa e, le të themi, pjesa e implementimit është deri diku që nuk kanë gjetur ato, le të themi, ose do të them manpoweri që do ta implementoj këtë. Se është ndryshe, është shumë mirë të kesh vizion, por duhet të kesh edhe këllçe për ta implementuar pastaj. Ka funksionuar shumë në përligje, ne kemi ligje shumë të mira, por nuk i zbatojmë dot. Kjo është shikmë ndryshe, se nuk është thash është administrim biznes. Që të bësh të operosh ose të implementosh një hospitality plan është shumë e vështirë, se ke shumë janë mbi 10-12 sektor të përfshirë që e përbëjnë. Njëri duhet të jetë lead. Dhe ai që është lead, ai duhet të rregjë të gjithë zvarr. Dhe ai duhet të marrë gjithë, për shembull, ai që drejton turizmin, ai ka përgjegjësi të tërheq edhe arsimin profesional. Ai ka përgjegjësi të tërheq edhe infrastrukturën. Ai ka përgjegjësi, pra është përgjegjësi e tij, pavarësisht se nuk është, le të themi, nuk është direkt, por indirekt është pavarësia e tij dhe ai duhet të jetë që, si më thon, ky institucion është ai që drejton, le të themi, të gjithë strukturën shtetërore për ta vënë në zbatim ose për ta vënë në funksion të zhvillimit. Ju e prekët pak, por doja të pyesja pak për infrastrukturën, për transportin, për mungesën e marinave që ne kemi. Si e ndikojnë këto, domethënë, pjesën e turizmit? Është gjithë kjo strategjia, se ndaj flas që e kam parë strategjinë, ndoshta nuk është më perfekte, por mënyra se si është konceptuar, aty janë të gjitha të shprehura. Po, ishte, domethënë, përfshirë një pjesë të mirë të kërkesave që ka pasur dhe biznesi ndër vite, në fakt. Nuk është perfekte, sepse nuk e di se do implementohet, por flas ajo që kam parë është që vërej që ka vizion. Dhe tani na kanë mbetur vetëm ta implementojmë siç duhet, të ketë thash është man or woman power që do të vendosi, le të themi, qëllim që për një periudhë kohë ta shtrojë siç duhet dhe ta vendos në shina dhe në binar këtë industri. Në njërin anë kemi shtetin, në anën tjetër kemi biznesin. Tani, kur flasim për biznesin, nuk e di nëse mund të flasim pak për të mirat që ka biznesi në sektorin e turizmit që ju shihni, por edhe për ndonjë pikë të dobët që mund të ketë biznesi dhe që duhet të punoj për të përmirësuar pra veten. Më parë do dalë infrastruktura. Infrastruktura vitet e fundit është përmirësuar goxha, me thënë drejtën, për shembull aeroporti është pjesë e infrastrukturës, tunelet që janë hapur janë pjesë e infrastrukturës, ka pjesa e rrugëve që janë në breakdate, pjesa e shëngjit në Velipoj, pjesa e Dërmi, Palas. Pra janë disa akse që vërtet kanë dhënë impakt. Nuk do të hyj fare çështjeve që kanë lidhje me afatet, se kur janë dorëzuar, pra unë do të them, le të themi çdo vit ne kemi diçka të re që na lehtëson, pra nga viti në vit ne lehtësohemi. Kanë ngelur 2 probleme kryesore që duhet me i thënë, është kjo është unaza e Lezhës. Kjo dalja Lezhës, hyrja dhe dalja Lezhës është shumë problematike. Që sot që flasim bashkë është problematike dhe kam frikë që edhe në sezon do na jap shumë probleme.
por kam dëgjuar duket se është bërë kjo rruga nga rruga Shëngjin, ndoshta ajo mund ta lejoj, duke u hapur, ndoshta ajo mund ta shkarkoj pak, mund ta lehtësoj pak lëvizjen. Është Unaza e Elbasanit. Po, Unaza është vërtet një problem, do të thonë edhe së fundmi pash do të thonë lajme pafund, çdo fundjavë është e njëjta gjë. Po, edhe ajo është problematike. Këto dy gjëra që të paktën ndihmën edhe pjesa e ndërtimeve në aeroport, që edhe ajo është besoj duhet të jetë tranzitore me shumë shpejt. Por këto janë tre problemet kryesore në infrastrukturë. Është shumë interesante, ishte me një partner nordik para 2 vitesh në Shqipëri, ai sa pa trafik, ai e tha direkt, është problem infrastrukture. Pra në makinë priti çfarë kore dhe kjo është infrastrukturë. Pra ato e ndjejnë shumë mirë se si pra e kuptojnë shumë mirë atë lëvizjen, qarkullimin e dinë shumë mirë. Sepse ishin në autostradë për shembull problem. Jo se ndodh në të tjera, por e mbaj mend shumë mirë shpërimisht se ky është problem infrastrukture. Pra ne jemi shumë të cënuar nga kjo pjesë. Ju pyes edhe një herë për ato që ju pyetëm përpara. Qeveria ka rolin e saj, domethënë me të mirat edhe të këqijat e saj. Ndërkohë në anën tjetër kemi biznesin. Cilat mendoni që janë pikat e forta që ka biznesi turistik në Shqipëri? Ndoshta mund të diferencojnë sepse kemi të bëjmë me struktura komoduese, lloji biznesit mund të ndryshojë pra. Dhe pikat e dobta ku ndoshta duhet të japim pak më shumë spunt, domethënë për të përmirësuar. Tani biznesi është ai që e drejton industrinë, më thënë drejt. Në fakt deri më sot ju biznesi e ka udhëhequr në fakt. Edhe ne duhet të jemi shumë mirënjohës me gjithë bizneseve, edhe partnerëve tanë, edhe le të themi ose furnitorëve, le të themi që ne themi furnitorë që vërtet e kanë riskuar shumë dhe kanë bërë goxha punë interesante, goxha punë ndoshta kanë bërë gjëra që askush nuk i mendonte që mund të realizoheshin. Pra shumë e rëndësishme që biznesi ka këtë iniciativën. Ajo që mbetet biznesi tani është që duhet të fillojë të transformohet. Është detyrë e biznesit, sepse në fundit kjo pjesa e çmimeve që flasin nuk ka lidhje fare qeveria. Ose le të themi qeveria, po le të themi shteti në një farë mënyre. Është diçka që duhet ta bëjë biznesi vet. Biznesi duke filluar nga unë i pari, ne po mundohemi që të bëjmë atë tranzicionin, që të lëvizim nga drejtues dhe t'ia lëm strukturë, t'ia lëm, si më thënë, drejtimin profesionistëve. Pra të kesh një hierarki brenda biznesit dhe vendimarrja të jetë në bazë të profesionistëve. Po, në bazë të statistikave. Ne bizneset çdo biznes në turizëm është administrim biznesi, në turizmi është administrim biznes. Pra ka ikur koha që të dalësh dhe të flasësh turizmi në Shqipëri, male, fusha, toka, ç'është kjo mania që ne është bukur e kështu. Bukur është në çdo vend. Edhe në Itali më bukur se Italia nuk ka le të themi, edhe ne një gjë, edhe Greqia është po një gjë. Ne duhet të konkurrojmë me shërbim. Dhe biznesi duhet të fillojë të ndryshojë. Biznesi duhet të mendojë mos nxirret nga pasioni, por nxirret nga, le të themi, të nxirret nga shifrat. Duke filluar nga statistikat, duhet dëgjojmë më shumë financierët, sepse ato drejtojnë. Në Shqipëri sot humbin miliona euro sepse një drejtues i një hoteli ose një pronar hoteli mendon që dhoma e tij në prill duhet shitet me 70 euro nata. Fjala vjen. Ndërkohë që të bëj një matematikë thjesht. Po ta shisë 60, ai humb 60-ën për një 10 euro, në fund fare kjo e ardhur nuk i hyn në ark. Pra çdo biznes duhet bëj koston. Sa humb nëse nuk e shet një dhomë në mars, në prill, mëse maj mund ta qyj në para sezonit, para majit, në tetor, në nëntor, në dhjetor. Sa është kosto e kësaj dhome që nuk e shet? Sepse pjesa më e madhe e biznesit sot ju e dimë gjithë që kanë filluar nga që marrin dhe staf nga jashtë. Janë pothuajse hap gjithë vitin dhe i paguajnë gjithë vitin ato kostot fikse i kanë, si më thënë, i kanë çdo ditë ato që i paguajnë. Duhet që të jenë shumë të kujdesshëm, sepse në fund fare edhe bankat që të kreditojnë e duan kredin çdo ditë. Pra ai nuk ta llogarit në korrik ose në ngushtë. Okej, mund të ketë grace period që të jep pagun atë periudhë, po të ardhurat, pra një dhomë shitur në prill, në maj, në tetor, në ndor, me një çmim më të mirë se rajoni, se Shqipëria sot është më shtrenjtë. Ne kemi në Malzi për shembull, kemi grupe jashtë sezonit dhe është më lirë se sa Durrës. Kemi hotele në gjirin e Kotorit që është gati 5-6 euro më lirë nata për person krahasim me Durrësin. Flasim për paketa all inclusive, pra turizëm të organizuar. Jo all inclusive është half board për 20 ditar. Po ai çmim është më lirë 5 deri 6 euro. Dhe atje vijnë 3000, le të themi 3000 nordik
në sezon, duke në Durrës nuk ka nordik. Në jashtë sezonit ka më shumë Durrës në Saran sepse janë më të lira çmimet. Pra ideja është ne humbim shumë tilla, pra ne humbim miliona euro nga kjo mendimësia ose nga kjo le të themi mania për ta shitur shtrenjtë. Nuk kemi ne që vendosim çmimin. Janë ata që e vendosin çmimin. E vendos tregu. Pra ne thjesht kemi iluzione që ne duhet të shesim shtrenjtë. Pra nuk është Shqipëria një destinacion që ka arritur pjekurinë e vet, si më thënë me shërbimin, nuk e kemi edhe që një klient do të vinë në Shqipëri dhe ne i themi që shiko, për këtë shërbim që ne të japim, duhet pagush. Nuk kemi në atë fazë. Është fazë tjetër në të cilën pra, duhet. Pra ne akoma nuk kemi ndërtu. Ne duhet të fillojmë të tregojmë se kush jemi ne. Pra duhet të ndërtojmë atë imazhin tonë të konsolidohet. Pra çmimi është i fundit. Ne i themi ju duhet vini me një çmim relativisht të pranueshëm, ti shërbeni mirë që ky klient të rikthehet. Sepse ky është klienti që na duhet. Ne nuk mendojmë për ta rikthyr klientin. Ne presim klientin dhe themi nuk na duhet më dash vitesh mos vinë, nuk na intereson. Kjo është gabim. Dhe praktikisht Greqia, Spanja, Italia Turqia janë të jashtëzakonshëm këtë pjesë. Ti them pjesë më të madhe, s'po flas për Egjiptin, edhe po hyrën pastaj këto 2-3 të tjerë që Tunizia, Maroku që pritin shumë shpejt. Po hyn ato loj, ne do kemi një si më thon një konkurenca do jetë edhe më e madhe. Të jashtëzakonshme. Pra ne kemi hyrë në konkurrencë. Kemi hyrë në konkurrencë për sa kohë ne na kërkohen ofertat dhe ne nuk jemi në gjendje që t'i përgjigjemi me çmimet që duhen. Ne jemi në konkurrencë, por s'duhet humbim rastin që të jemi gjithkohon të kompetitiv. A targetojnë këto vende që ju po flisni ato kategori të turistëve që kemi ne, pra flasim këtu për turistët që na vizitojnë ne, domethënë a janë të njëjtët që targetojnë edhe vendet në fjalë? Po. Pra turistët kanë një gjë, të paktën këto të moshave të treta që vinë jarë parë dhe pas sezonit. Pra që vinë jashtë sezonit, jashtë pikut. Edhe diçka në tilla. Në korrik dhe ngushtë ne do kemi gjithmonë turizëm. Po. Do kemi historikisht sikur se kemi pasur që është Kosova, diaspora. Në ditën më të zezë do i kemi hotelet plot. Me çmime nuk e di, por që do i kemi hotelet plot. Gjithë ideja është to muajt të themi jashtë sezonit mars, prill, tetor, nëntor, që po ti bësh bash për një strukturë me 200 dhoma, po ta shesi mesatarisht 50 euro nata, po të them diçka, i thon 300.000 euro për 4 muaj, i thon gati 1 milion euro që mund të thithi. Nëse punon siç duhet. Pra, janë të ardhura që besoj që e ndihmojnë bilancin vjetor, pastaj për të bërë diçka ndryshe. Dhe edhe kjo pastaj lejon ekonominë që të qarkullojë. Ju jeni në dekadën gati të tretë që merreni me turizëm, pra që jeni angazhuar në turizëm. Cilat janë tregjet më interesante sipas jush, ku Shqipëria ndoshta duhet të vendosë pak më shumë fokusin? Flas qoftë për ato që sjellin ekonomi, pra që paguajnë apo për destinacionin që përfaqësojnë. Ideja është kjo që tregjet nuk ka turist të keq për Jo, absolutisht. Po të themi rast polakët në Shqipëri. Polakët tani kanë qenë shumë pranishëm dhe janë pranishëm, dhe është tregu më i rëndësishëm për ne, edhe çekët gjithashtu. Mirë, po ka ndodhur një fenomen që është ciklike. Kam përshtypjen që klienti polak tani nuk është më klient i lirë që s'ka qenë dikur. Kërkon cilësi. Dhe kur vjen, ndoshta këtë vit nuk do ndihet, po vitet në ardhshme ne do të jemi të gatshëm që ti klientit të shërbim me shërbim të mirë dhe me çmime të mira, se në të kundërt në të i humbim të ata. Sepse ka qenë në fakt turizmi organizuar grupi më i qëndrueshëm që kemi pasur në zonën e Golemit të paktën. Po, Polonia, Çekia, ato kanë qenë tregje më të rëndësishme dhe që janë mbajtur mirë deri diku, Pra do të jemi të kujdesshëm me ata, duhet i trajtojmë sepse është tregu më solid për ne. Tjetra që është e rëndësishme është që duhet të kuptojmë sjelljen e këtyre klientëve. Për shembull, ka tregje e cekëm pak më parë në bisedë private që diskutuam. Modelet e biznesit janë me modelet e çmimeve do ndryshojnë. Kam përshtypjen që ky modeli me garanci nuk është më i perfekti. Allotment është ai që jep më shumë fleksibilitet. Allotment është dynamics, pra ideja është kjo, pra do e dinamike, pra është po vjen një, si më thon, një industri që po bëhet dinamike. Pra do të jesh shumë i digitalizuar që të konkurosh në treg. Nuk po flas për dhe që diskutuam dhe bashkë, ne na duhen shitsa. Na duhen drejtues financier dhe shitsa që din shesin produktin. Akomodimi është produkt, restoranti është produkt,
transporti është produkt. Pra, gjithë ideja që na duan këto specialistë që të shesin këto lloj produktesh, në të kundërt, ne nëse nuk e paketojmë, do kemi shumë vështirë të shesim. Po, ai kemi të konsoliduara mjaftueshëm këto produkte që ti shesim domethënë. Po s'ka gjë. Shesim atë që kemi. Atë që kemi, duhet ta shesim, ne nuk e shesim sot. Sot ne gjithë problemi është gjuha komunikimi midis një hotelieri dhe një operatori që blen, është shumë e vështirë. Duke filluar që nga inventari, duke filluar që nga kontenti, le të themi fotot, dhomat, çfarë disponon një hotel, është një komunikim shumë i vështirë, nuk i kanë gatshme. Pra ky është problemi i madh. Tjetra është që nordikët, anglezët, gjermanët, francezët nuk paguajnë garanci. Ato duan të vinë, të japin kapacitetin, ato që kërkojnë ta shesin, plus minus 20-30%, ato të vërtetin ato që marrë e shese, pra nuk bëjnë tilla dampe. Nuk duan edhe shumë këto half board, duan këtë a la carte, duan të jenë të lirë të janë BB. Pra ideja është që janë sjellje. Por që du të them që shumica e operatorëve të mëdhenj që sjellin turistë, ato nuk duan më garanci, do thonë nëse ke dhoma, të marrin një sasi të dhomash, kujdesen që nëse marrin 10 shesin 10, nëse marrin 30 të shesin 30, dhe kjo është pak a shumë gjëja që do ndodhi. Si pra shikon në fakt që të jetë 2025? Pritshmëritë në fakt janë optimiste, pa dashur që të gjë, për kompaninë tonë jemi me rritje. E do ketë rritje, patjetër, por kjo është tani kush është i Zoti që të administroj biznesin, do eci përpara dhe do rritet. Sa më shumë të kenë mundësi të administrojnë, aq më shumë punë do ketë. Kjo është ideja. Sot kanë ardhur qoftë për strukturat hoteliere, qoftë për ne si le të themi organizator, qoftë edhe për gjithë industrinë përgjithësi, Turizmi është administrim biznes. Për privat, për le të themi për sipërmarrësin, por edhe për shtetin. Edhe sigurisht që diskutuam dhe bashkë, edhe ne duhet kemi le të themi në institucioni që merret me marketingun dhe me shitjen e Shqipërisë, duhet të ketë revenue, duhet të ketë shitsa. Duhet të jetë udhëheqësi gjithë politikës edhe që mos ta lëm që na marri rastësia, sepse ne sot jemi rastësisht. Pra ne duhet të dimë se ku do shkojmë, të kemi objektiv si qartë dhe jo të jemi algoritmi. Dhe kjo është një gjë që kam përshtypjen që është edhe jo kam përshtypjen, po e kemi parë në strategji, ajo strategjia për sektor shumë qartë. Prandaj them që duhet të flasim për strategji dhe për vizion. Ajo ne na ndan nga e kaluara. Nuk pra ka ardhur momenti i ri që kalojmë në një etapë tjetër. Mund pëlqen vetëm thash, vetëm me vizionin pëlqen. Se sa do e implementohet, kjo është çështje tjetër dhe shumë delikate, por që do shikoj, por kur kam folur dhe kur kam parë që kam darë informacion në kjo pjesa, sidomos me këto zhvillimin e këtyre le të themi zonave të mëdha, zonave me sipërfaqe të mëdha për zhvillimin e akomodimit, le të themi në nivele le të themi bashkohore, ai është vizion. Ai është 30 vite. Mungon në fakt Shqipërisë. Është 30 vite. Edhe ai do sheshojë edhe shumë gjëra të tjera, ai do influencojë edhe në rënien e çmimeve të këtyre strukturave që janë sot, le të themi që ndoshta ose do vendos një rregull brenda tregut ku secili do shkojë ku duhet. Do standardizoj gjithë mënyrën, do vendosi atë standard që na mungon sot, do ta drejtoj. Tani pra ne diskutojmë shumë gjëra bashkë, por njëra është e padiskutueshme që është edukimi dhe trajnimi. Kjo është diçka që ne duhet ta mendojmë, sepse kjo punë që bëjmë ne është e gjitha shërbim. Shërbimi bëhet nga njerëzit dhe kërkon një staf që të jetë i kualifikuar pikërisht për atë shërbim që. Dhe një turist të vinë në Shqipëri duhet që të lidhet me ato, pra të vinë në Shqipëri dhe mos harrojë të paktën emrin e atij kamarier që shërben, atij recepcionisti, atij desk menaxheri dhe ajo. Po. Që ai lidhet me këtë dhe kur të vish në Shqipëri thotë do shkojsh në Shqipëri do takoj Nertilën, për shembull, është mirë atje. Nertila vajt shumë e mirë, vjen. Pra, ideja është që kjo lloj marrëdhënie duhet të ndërtuar me turistin. Dhe nëse ne arrijmë ta krijojmë këtë marrëdhënie me shoferin, me guidën, pra këto janë njerëzit ato që do e bëjnë. Pra kemi një turist që edhe rikthehet. Po, sepse ai është turisti më i lirë. Unë falenderoj shumë për gjithçka që datë me ne sot. Bashkë do të shihemi në episodin tjetër.